tërmet në ekipin e Dafina Zeqirit? Po, e vërtet. Këngëtarja pandalshme Dafina Zeqiri më në fund i dha vetës një stop. Teksa është në fund të pritjes së ëmbël, ajo përmbylli turin e koncerteve për t'u shkëputur për një periudhë kohore me rastin e mëmësisë. E duket se ky zhvillim është reflektuar edhe në përbërjen e ekipit të këngëtarës. Priveva Libertas Pahiu mëson se kanë shpërthyer pak kënaqësitë që kanë quar në ndarjen e ekipit. Me Dafinën, rrugët i ka ndarë menaxheri i saj shumë vjeçar Plumbi dhe të tjerë emra nga ekipi. Një situatë e tillë është tashmë verifikueshme edhe në rrjetet sociale ku ata nuk ndiqen me njëri tjetrin. Jo zyrtarisht thuhet se ka pasur mospajtime edhe me bashkëshortën e Dafinës, Kreshnikun, për sa i përket mënyrës se si do menaxhohet situata në grup për muajt ku Dafina do jetë larg publikut të saj, nëse nuk do mungoj me projekte. Bashkëpunimi i Dafinës me Plumbin kishte thyer rekord. Kjo pasi, ata bashkë rrugtuan në karrierë krah njëri tjetrit për rreth një dekadë. Ledri dhe Gjensila pra bashk, e vërtet. Në garën e hiteve të verës, shkaku që po dalin aq shumë këngë nuk ka kur fitues tamam të qartë. Por mund të themi me plot bindje që Ledri Vula dhe Gjensila ja kanë dalë të sjellin një prej këngëve më të suksesshme të muajve të fundit. Ma kthem për fiks një muaj ka mbi 7 milion shikime në YouTube, duke u bërë larg një ndër projektet më të mira që kanë nxjerrë diskografia shqiptare këtë periudhë. E me sa duket shija lënë nga kjo këngë ka bërë që dyshja të mendojnë për një tjetër projekt. Burimet e Priveva Libertas Pahiu precizojnë se Gjensila dhe Ledri diskutojnë idenë e një tjetër këngë të përbashkët. A do ripërsëri suksesin e Ma kthem apo do jetë edhe më lart si projekt? Kur, mos thuaj kur. Agon Amiga seriozisht në biznes, lëanash muzikën? E vërtet. Reperi Agon Amiga është komentuar së fundmi me të madhe që marrë shkas nga albumi i bashkëpunëtorit të tij shumë vjeçar Getit, në të cilin e priste shumë kush, sidomos nostalgjikët e tingullit të Trend. Megjithatë, pavarësisht se me disa që Geti u atrua ndër vite i rregulloi raportet me Agon Amigën, as ky projekt i rëndësishëm i karrierës nuk ish kriju akujt. Dy miq të vjetër vazhdojnë të mos flasin me njëri tjetrin. Por Agon Amigën mos e prisni as vetëm apo me dikë tjetër në bashkëpunime këtu kohë. Priveva Libertas Pahiu mëson se ai momentalisht nuk ka asnjë interes të sjellë projekte të reja. Agoni është përkushtuar fuqishëm bizneseve, sidomos në Gjermani, në të cilat ai po ka rezultat. Reatia financiare dhe shpirtërore shpesh gjendet edhe larg skenës së famës dhe me sa duket, rasti i Amigës është një tjetër dëshmi e kësaj. Elmorad vjen për herë të parë në Kosovë? Po, e dëgjuat mirë, e vërtet. Një nga emrat më të fuqishëm të muzikës urbane evropiane, Elmorad do të zbresë për herë të parë në Kosovë për një ballkan tour që pritet të dridhë klubet dhe publikun shqiptar. Artisti që ka pushtuar top listat në shumë vende të botës dhe konsiderohet njësh në Evropë, nuk është më thjesht një fenomen muzikor. Ai është një ikonë globale dhe Kosova është stacioni i radhës në këtë super turne që kanë ndezur qytet pas qyteti në kontinentin e vjetër. Kjo ngjarje bombastike vjen në menaxhimin e vetëm një emri që mund ta bëjë të mundur, Jetmir Agajt nga SBS Entertainment, i njohur për lidhjet e tij të fuqishme dhe për organizimin e ngjarjeve të mëdha. Agaj është garantuesi i një turi që do të mbetet në histori. Mësohet se ky tur në trojet shqiptare do të jetë nga fillimi i muajit gusht. Sipas të dhënave të Spotify Wrapped për vitin 2024, Morad u rëndet si artisti më i dëgjuar në Evropë. Albumi i tij më i fundit ka qenë një sukses i madh, duke debutuar si albumi i dytë më i dëgjuar në Spotify globalisht dhe duke i kaluar mbi 400 milion dëgjime në total. Morad ka mbushur stadiume në gjithë Evropën, përfshirë një koncert epik në Barcelonë me mbi 16.000 pjesëmarrës. Nga super koncertet në Evropë, në klubet më të zjarrta të Kosovës dhe jo vetëm, Elmorad po vjen dhe spektakli është i garantuar.